Viti 2024 ka qenë një vit tjetër i rëndësishëm dhe i suksesshëm për ATRC-n. Kemi arritur me sukses që të përmbushim planin ton strategjik për vitin 2024 dhe të përmbushim planin ton vjetor për 2024, edhe në kuptimin financiar edhe në kuptimin programor. Kemi arritur gjithashtu që me sukses të zbatojmë programin e Bankës Botërore, i cili ka qenë filluar rishtazi dhe ka qenë viti i parë i zbatimit vitit 2024, dhe me sukses të ndërtojmë raporte partneriteti me mbi 22 organizata qeveritare vendore, shqiptare dhe të tjera, dhe të krijojmë diku 11 konsorcium. Ta mbajmë programin për informim dhe edukim publik për qasjen e drejtësi, i cili financohet nga USAID. Kemi arritur që me sukses ta zbatojmë programin që financohet nga BE e që ka të bëjë me parandalimin e diskriminimit mbi baza gjinore, mbi baza etnike dhe të orientimit seksual, dhe kemi arritur që të mbajmë raportin me organizatat partnere. Projekti i ka minimalisht 27 komuna në të cilat zhvillohen aktivitetet e projektit. Projekti e ka patur ndër objektivat kryesore, punën me komunitetet jo shumicë. Targeti ka qenë 6.000, ne kemi çuar në 6.600 në saj të punës së palodhur të këtyre vullnetarëve. Të gjitha planifikimet që kemi bërë në 2024 janë realizuar fal punës së punonjësve që kanë shkuar në terren, duke filluar nga terreni, punës së ATRC-s, punës së partnerëve tanë, por mbi të gjitha është një kënaqësi shumë e madhe kur trokasim në dyert e njerëzve dhe i rrisim atyre ndërgjegjësimin dhe vetdijen për çështje të pronësisë së paluajtshme. Fund vitit kaluar, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës ka bërë një memorandum bashkëpunimi me ATRC-n në kuadër të projektit Pjakos për të na bërë një bashkëpunim lidhur me fushatën informuese të agjencisë tonë për trajtimin e informalitetit. Kemi realizuar printimin e broshurave informuese, kurse në vitin 2025 kemi parapa zhvillimin e një video informuese. Disa projekte kyçe edhe të rëndësishme që i ka ky projekt i REGIP është rindërtimi i informacioneve kadastrale në 115 zona kadastrale. Pastaj kemi korektimin e dhënave në sistemin e informacionit kadastral. Një aspekt kyç i këtij projekti ka qenë edhe informimi sa më i drejtë për gjithë qytetarët. Për këtë qëllim, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka nënshkruar një memorandum të bashkëpunimit me ATRC-n, e cila është pjesë e projektit të Bankës Botërore Pjakos, dhe i cili ka për qëllim të mbështetë përhapjen e informimit shpejt përmes krijimit të videove dhe materialeve. Na veç e kemi implementu projektin me ATRC në rifunksionalizimin e klinikës mobile, tash zyra mobile lëvizse, e cila do të shkojë në ato pjesë të territorit ku agjencia për momentin nuk ka zyre rajonale dhe mobile. Do me thonë, me fokus të veçantë kemi grupet e marginalizuara dhe personat në një formë që kërkojnë ndihmë juridike falas pa pagesë që janë në numër më të madh. Në kuadër të projektit, instituti ka implementu projektin gjithsej në 14 komuna, ku për target kemi pas 3.000 familje në kampanjën Del më Del, e po ashtu në kuadër të këtij projekti kemi edhe 40 workshope të cilat janë të shtrien në 14 komuna, që për target e kanë zyret kadastrale, zyret e pronë në këto komuna përkatëse, e po ashtu edhe këshillat e fshatrave me të cilët në kuadër të trajnimeve do zhvillojmë edhe kampanja vëdësuese me ta. Kemi arritur që prej 1000 rasteve të cilat ne kemi ende afat për të kompletuar projektin, mirë po deri tash kemi arritur që të japim konsultime në 250 raste, në familje të ndryshme në 19 komuna ku ne shtrihemi si organizat, dhe në 23 raste kemi njësuar lëndë.